Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do habiteni kur të mësoni se kumullat jeshile trajtojnë këto probleme që nuk ju ka shkuar në mendje. Fundi prillit, maj dhe qershori janë muajt e vetëm të vitit për të shijuar kumullat shahine ose kumullat jeshile. Të gjithi kujtojmë si kumullat e fëmijërisë dhe secili mban mend me saktësi se sa copë blije me një monedhë. Kumullat shahine janë ato trumullakta të gjelbra, shpesh të tharta dhe as pak të buta në kafshim. Për të gjithë ju, mund të kujtojmë edhe shijen. Emri kumulla shahine është përcaktuar nga shqiptarët, por në të vërtetë është emri i tyre jenerik, që vjen nga turqishtja e vjetër dhe ka një kuptim të mrekullueshëm. Jenerik do të thotë thjesht kumbulla e shpirtit, ndoshta prandaj nuk e harrojmë dot asnjëherë. Në disa zona të vendit tonë, kumbullat shahine përdoren gjërësisht në kuzhinë për përgatitjen e reçelje dhe ëmbëlsirave të ndryshme, ndërkohë që ato kanë gjetur përdorime edhe në mjekësinë alternative. Frutat e saj të papjekura kanë një shije të thartë, ndërsa në kohët e pjekjes ato janë edhe më të ëmbla. Kumbullat shahine si frut janë shumë të dobishme për të përmirësuar edhe elementët ushqyes tuaj. Ato mund të sjellin përfitime për stomakun pasi kanë në veti shumë të mira tretëse. Ato janë të pastrues të lehtë aparatit tretës, pastrojnë gjakun dhe eliminojnë elementet e tjerë dhe ndihmojnë kundër anemisë. Madje, siç raporton The Health Site, ato përdoren me sukses edhe kundër problemeve të mëlçisë. Kumbullat konsumohen të freskëta, por me to përgatitet të reçel, marmaladë, shurup e të tjera. Kumbullat pëlqehen edhe kur s'kan arritur pjekjen e plotë. Ato janë të freskëta, shuajnë etjen dhe hapin oreksin. Kumbulla është një frut diuretik dhe shumë i mirë pasi largon ujin e tepërt nga organizmi. Por cilat janë vlerat kryesore që do të merrni prej tyre? Frutat e kumbullave kanë vlera të larta ushqyese. Ato përmbajnë 8 deri në 20% sheqer natyror, acide dhe pektina. Kumbullat shahine përmbajnë kripra minerale si kalciumi, kaliumi, magnezi dhe ekuri. Kumbullat janë të pasur me kalori, protein, vitaminën A, C, B6 dhe D. Vetit e shëruese të tyre janë të larmishme. Kumbullat shahine përmirësojnë sistemin tretës dhe forcojnë trupin që të jetë rezistent ndaj problemeve, citon The Health Site. Ato ruajnë shëndetin e zemrës, parandalojnë ngritjen e kolesterolit, atakun dhe çrregullimet e rrahjeve të zemrës. Këto fruta ndihmojnë edhe sistemin tretës në lëvizje dhe në pastrimin natyral të zorëve. Janë të mira edhe për shikimin. Ngrënia e disa kumbullave në ditë zvogëlon edhe degenerimin makular, citojnë ekspertët. Kumbullat lehtësojnë oksidimin e kolesterolit në enët e gjakut dhe aktivizojnë punën e veshkave. Ato ndihmojnë në formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ndihmojnë kundër anemisë. Kumbullat shahine largojnë toksinat nga trupi dhe lodhja. The Health Site raporton se ato janë të dobishme edhe për personat që vuajnë nga diabeti dhe funksionojnë edhe si parandalues i tij. Kumbullat ndihmojnë në shëndetin dhe në format e kockave më të shëndetshme, përmirësojnë densitetin e tyre që shkaktohen nga mosha. Ato ndihmojnë në shëndetin e sistemit nervor, përmirësojnë kujtesën, largojnë stresin, përmirësojnë gjumin dhe oreksin. Me bollëkun e vitaminave që ato kanë, kumbullat shahine parandalojnë infeksionet, janë të dobishme për grashtat zana, shëndetin e qelizave të gruas dhe zhvillimin e kockave të vegjëlit. Kumbullat shahine, sipas Brightside, mbrojnë lëkurën nga ndikimi i radikaleve të lira, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe metabolizmit, ruajnë lëkurën nga shfaqja e akneve të rinisë. Kumbullat parandalojnë shfaqjen e rrullave, ripërsërisin qelizat e lëkurës dhe lehtësojnë dëmet në lëkurë. Kumbullat shahine bëjnë lëkurën më rezistente ndaj rrezeve të diellit. Ngrënia e tyre ndihmon për flok të shëndetshëm dhe të fortë, madje arrin të largojë zbogthin. Me pak fjalë, mos i ndani të paktën 10 kokra kumbulla shahine çdo ditë. Konsumojeni ato të paktën derisa të jetë sezoni dhe kështu do të merrni vlerat e tyre të rëndësishme. Kumbullat jeshile, fruti më i përhapur në vendin tonë nga periudha maj, korrik, por edhe në fund të prillit. Janë pothuajse një dozë familjare si për të vegjëlit ashtu dhe për të rriturit. Nutricionistët këshillojnë jo vetëm për vlerat e larta ushqimuese, por edhe për njerëzit që kanë probleme me gjakun ose ato që duan të bien nga pesha. Kumbullat jeshile janë një frut me origjinë që njihen si janerik ose kumbullat e shpirtit dhe janë fruta të rekomanduar sidomos për njerëzit në dieta sepse kanë pak kalori dhe yndyrë,
Janë të pasura me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për organizmin. Ky lloj fruti është ushqyes dhe gjithashtu mund të sjellë përfitime të larta për organizmin. Vlen të theksohet se nuk duhet të tepërohet në mënyrë që të merrni vlerat e tyre për shëndetin. Kumbullat jeshile janë një frut me origjinë i cili mund të vijë nga Azia e vogël, por janë fruta të rekomanduar sidomos për njerëzit në dieta. Dietologët këshillojnë të hani kumbullat në çdo kohë, por sidomos pas një vakti të rënd si dreka, sepse janë të mira edhe për aparatin tretës. Vitamina A dhe beta-karoten që gjenden me shumicë te kumbullat ndihmojnë me shikimin, por edhe për të pasur një lëkurë akoma më të pastër. Ky lloj fruti është i pasur me vitaminën B, B6, të cilat ndihmojnë metabolizimin dhe karbohidratet dhe proteinat. Edhe vitamina K është e pranishme të kumbullat jeshile. Siç dihet, ndihmojnë në qarkullimin e gjakut dhe luftojnë Alzheimerin. Kumbullat jeshile luftojnë edhe anemin, janë freskuese shumë të mira dhe pastrojnë ëmbëlsinë. Ndihmojnë me tretjen dhe luftojnë sëmundjet e zorëve. Ka një sër lëndësh ushqyese që përmbajnë rreth 20% sheqer natyral, acid dhe pektin, mbrojnë kockat, ofrojnë gjithashtu kalcium dhe magnez. Dhe përfshirja e këtij fruti të veçantë në dietën tuaj do të jetë një aleat i theksuar për organizmin. Ekspertët këshillojnë konsumin e vazhdueshëm të kumbullave jeshile në dietën tuaj. Por nëse nuk i preferoni kumbullat jeshile, atëherë mund t'i konsumoni edhe ato të pjekura, të cilat siç e dini do t'japin rezultate efektive për mbrojtjen e organizmit në parandalimin e një sër komplikacionesh. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i konsumoni më tepër. Kumbullat përbëjnë më shumë se 80% të lëndëve ushqyese. Kumbullat si të freskëta dhe të thata ndihmojnë për të përthithur më mirë hekurin në trup, për shkak se janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0,6% proteinë, 10% karbohidrate dhe gjithashtu ajo përmban 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive me përqindje të lartë të vitaminës A, C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitimet që organizmi merr nga konsumi i disa kumbullave në ditë, sipas Bright Side. Kumbullat kanë indeks të ulët glicemik, që do të thotë se mund të ndihmojnë në kontrollin e lukatjeve të sheqerit dhe zvogëlojnë zhvillimin e tij. Ato janë në një zgjidhje shumë e mirë edhe në përmirësimin e kujtesës. Nëse konsumoni 5 kumbulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ullëtimeve shkencore në Universitetin e Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë antioциanin dhe quercetin të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumbullat janë një mburojë shumë e mirë e zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tretës. Kumbullat lehtësojnë kapsllëkun dhe ndihmojnë në problemet me tretjen e ushqimit. Janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për të konsumuar kumbullat gjatë gjithë vitit është të t'i zhysni ato në ujë të zgjerë, t'i lini të ftohen dhe pastaj t'i ngrini. Kumbullat janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e kockave. Studiuesit nga Universiteti i Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën pas menopauze. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram kumbulla të thata në kombinim me mollë. Të dyja grupet konsumuan edhe suplemente të kalciumit dhe vitaminës D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte dëmësi më të lartë të nyjeve në shpinë dhe në parakrah. Gjithashtu, kumbullat janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e syve, janë të ulta në kalori dhe mund të jenë të mira edhe për shëndetin e gjirit dhe kundër problemeve të prostatës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.